يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فجد فنظرمة ونعمة الله سبحانه وتعالى، فجد صلوات السلامة وراجوش ببيغمبر طول محمد عليه الصلاة والسلام، بتجد فقير تجد شوكتتي، تجد بسم ثقارة تسلة شكوين سباس روبستي تندش ضعزا نسا شوف إسلام سفاء الله نأدو تأذرهم سمة تبرتيت عيوش نفاء برسوسر اتنا اكا برفشئي رغولي من اجدو سفاء رتايتس عيوش نفاء اتنا اشتعملش ما فرجدو كو هذا فرجدو باند هذا كثر ورتطن في آن الله سبحانه وتعالى كو أين قرآن ثوت اليوم أكملت لكم دينكم. الله نكت آيات ثوت صد وأبر صوصا فين توي وأبلت صوصا فين توي الله أكبلت صوقت فئة هذا ما تبرتت نكا أصلا مانكسينة هذا كي أبتم سأبرتتون سيسنا أمي واشتي إبلف شام برتقرب واريتا أن يرود نتجثها سفيرة الصاي. هذا إسلامي nuk është fe, si që kanë kuptuar disa, që është fe individuale, që është fe individit, që është çështje private, dhe nuk ka lidhje me të tjerët, nuk ka lidhje me shoqërinë. Me të vërtetë, ky është një kuptim i gabuar, sepse ne shohim se Allahu nëpërmjet Islamit i ka rregulluar të gjitha çështjet njerëzore. Ne shohim për shembull Islami i ka kushtuar rëndësi të madhe të çështjes ekonomike. I ka kushtuar rëndësi të madhe të çështjeve civile të rregullave njerëzore. Ne shohim se Allahu për shembull kur na flet për çështjet e ekonomisë, për çështjet e biznesit, në këtë ajet Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu." Allahu në këtë ajet thotë o ju të cilët keni besuar, kur të bëni marrëveshje dhe kur të bëni kontrata për huambarje, apo me fjalë të tjera, kur merrni hua ose kur jepni hua, Allahu thotë shkruajeni atë. Pastaj në vijim të ajetit thotë wastashhidu shahidaini min rijalikum. Thotë kur bëni kontrata të tilla, atëherë thotë merrni 2 dëshmitarë. Pra e shohim se si Islami e ka rregulluar ekonominë. Ne shohim se në botë universitete të ndryshme të cilat kanë studime të ekonomisë islame. Ne shohim se studime në të gjithë botën të cilat bëjnë hulumtime rreth ekonomisë islame. Dhe këtë nuk e ka asnjë fe tjetër. Dhe kjo dëshmon se Islami e ka rregulluar çdo sferë të jetës. Ne shohim se në aspektin e ekonomisë, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka ndaluar në çdo çështje e cila do të thonë edhe shkatron ekonominë. Ne shohim se Allahu e ka ndaluar kamaten. Ne shohim se Allahu e ka ndaluar korrupsionin. Ne shohim se Allahu e ka ndaluar hajnin në mënyrë të rrept. Dhe Allahu ka gjykuar që personi i vjedh të prehet dora. Dhe këtë kjo për arsye për të ruajtur ekonominë. Dhe këtë kjo për arsye për të zhvilluar ekonomia. Ne e shohim sot çështjet kryesore apo problemet kryesore të ekonomisë janë çështjet e korrupsionit, janë çështjet e hajnisë, janë çështjet e kamatës.
Me të vërtet, këto janë ato të cilat e kanë shkatruar ekonominë, i o diçka tjetër. Po ashtu nëse e shohim në nivelin e shtetit, Islami e ka rregulluar edhe çështjen e qeverisë, edhe çështjen e ligjeve shtetërore. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet thot wa amruhum shura bainahum. Dhe në ajetin tjetër do thot wa sha'awirhum fil amr. Allahu thot çështja e besimtarëve është kur ata dëshirojnë të marrin në vendim, ata duhet të konsultohen me veti. Po ashtu i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ti konsultohu me shokët e tu. Dhe këtu e shohim se Islami e ka rregulluar edhe shtetin. Dhe shteti dhe qeverisja duhet të jetë një institucion i cili duhet të konsultohet me persona të cilët janë përgjegjës, i cili duhet të konsultohet me persona të cilët janë të aftë, edhe të cilët me të vërtet janë i dalë në zot në krye çështjeve të shtetit. Po pastaj nëse e shohim edhe në aspektin e ligjeve të radhës civile, ne e shohim se Islami e ka rregulluar në mënyrë të përsosur çështjen e martesës. Se Islami e ka rregulluar në mënyrë të përsosur çështjen e familjes. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë nuk ka martesë të vlefshme nëse nuk i bëhet për hajër, edhe nuk janë dy dëshmitar. Edhe ne e shohim se këtë ligj e kanë edhe shtetet e tjera. Ne e shohim se ky ligj zbatohet në të gjithë botën. Edhe askund nuk mund të realizojë një martesë, edhe me rregulluar çështjet e kurorëzimit, pa as dy dëshmitar. Për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë nuk ka martesë të vlefshme pa dy dëshmitar, edhe pa ja bo për hajër përgjegjësi vajzës. Po ashtu Islami e ka rregulluar çështjen e kujdesit familjar. E ka rregulluar çështjen e shpenzimeve. E ka rregulluar çdo çështje civile e çdo çështje shoqërore. Po ashtu nëse e shohim në aspektin e ligjeve të tjera, Islami e ka rregulluar në mënyrë të përsosur sigurinë, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala pikë së pari ka gjykuar që personi i cili është me të vërtet kriminal, i cili është një person i cili e ka marrë dikon pa faji, me të vërtet Islami ka gjykuar që ky person duhet të dënohet me vrasje. Dhe qëllimi është që të ruhet jeta e njerëzve. Dhe qëllimi është që të mos ketë shkatrimin e tokë. Dhe ne e shohim se Islami ka gjykuar që personi i cili është dhunues, që personi i cili është plaçkitës, me të vërtet të gjykohet me vrasje. Dhe qëllimi është që të ruhet jeta e njerëzve. Dhe qëllimi është që të ruhet nderi i njerëzve. Po pastaj nëse e shohim në aspektin e ibadeteve, ne e shohim se Islami me të vërtet është i përsosur. Vetëm që të shikojmë çështjen e namazit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij thotë, është obligim që besimtari të falet në këmbë. Mirë po, nëse shëndeti nuk i lejon, atëherë thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam le të falet ulur. Mirë po, nëse nuk mundet të falet ulur, atëherë thotë le të falet shtrirë. Dhe këtë e shohim se është e përsosur për çdo kohë edhe çdo vend. Sikur se pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka parashikuar se do të vijë koha që njerëzit do të kenë mjete të ndryshme të udhëtimit. Edhe ata kanë me pas mundësi të ndryshme për me u fal. Ne e shohim se në aeroplan nuk ka mundësi me u fal ndryshe vetëm se duke qenë ulur në karrik. Dhe për këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë nëse nuk mundesh me fal në këmbë, atëherë falu ulur. Edhe këtu e shohim se Islami është i vlefshëm në çdo kohë edhe në çdo vend deri në ditën e gjykimit. Nëse e shohim çështjen e zakatit, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala zakatin e ka bërë obligim për ata të cilët janë të pasur, që kanë një pasuri të caktuar që të ndihmojnë atyre të cilët nuk kanë. Mirë po Allahu nuk e ka caktuar zakatin në kohë të caktuar. Mirë po çdo kush e ka kohën e vet edhe orën e vet të pasurisë në të cilën duhet ta jap zakatin. Edhe këtu e shohim se Islami pra është i përsosur në të gjitha sferat e jetës. Et mos flasim për shumë ligje tjera, të cilat nuk mundem mi përtheku, edhe nuk mundem mi përmbledh në hyrje të vetme. Mirë po të gjitha këto janë disa prej dëshmive të cilat na dëshmojnë se Islami është fe e përsosur, e cila e ka përfshirë çdo sferë të jetës. Mirë po besimtarëve u takon të cilët duhet ta mësojnë mirë këtë fe
edhe ta zbatojnë në jetën e tyre në mënyrë që jenë të shpëtuar në këtë botë në botën tjetër. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانهم وشكر على توفيقه وامتنانهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mirë po përveç tjerash, në këtë hyrje të Saudit, jemi të urdhëruar nga Bashkia Islame që ta përcjellin në mesazh lidhur me ngjarjen e cila ka kaluar para disa ditëve, ku patëm rastin në të cilën ngjarje u vëra një polic. Dhe pastaj ne shohim sot se disa persona të cilët kanë qëllime të këqija, të cilët janë duke munduar që këtë vrasje t'i anëveshin islamit, që këtë vrasje t'i anëveshin muslimanëve, duke u përpiqur për të thënë se me të vërtetë muslimanët janë ata të cilët për arsye fetare e kanë vrarë policë. Ndërsa ne e shohim sot se as gjykata e as prokuroria nuk kanë mundur me artën e përmendimit caktuar. Pra askush deri sot nuk e din se për çfarë arsye është vrarë policë. Mirë po ne e shohim në televizionet tona persona të cilët çdo ditë janë në gjendje për ta fyer islamin. Janë në gjendje çdo ditë për të fyer muslimanët, edhe të cilët mundohen me ju shpif atyre, edhe për të anë në përfundim para institucioneve të tjera, se me të vërtet qëllimi pse e ka vrarë këtë policë, qenë ka qëllimi fetar. Me të vërtet, kjo është një krim në vete. Persona të tillë, të cilët vazhdimisht po mundohen me njollosi islamin, duhet të kemi kujdes për tyre. Edhe duhet të besojmë atyre institucioneve të cilët duhet të merren me këto çështje. Sepse me këto çështje ju takon të merren gjykatat. Me këto çështje ju merren të merren policia dhe prokuroria. Mirë po ne shohim se ato akoma nuk kanë mujt me arritje përfundim se çfarë është shkaku dhe kush janë ata të cilët e kanë vrarë këtë policë. Me të vërtetë ata të cilët i kanë arrestuar janë vetëm të dyshuar. Mirë po askush nuk e ka vërtetuar se a janë ata apo nuk janë ata që e kanë vrarë. Mirë po, nëse vërtetohet, atëherë duhet të merret çështjet organet kompetente edhe duhet të japin dënimin e merituar. Mirë po, të dalën nëpër televizione, por të fyerin institucionet e Bashkisë Islame, por ta fyerin islamin, edhe por të fajsuar ata se ata janë shkaktarë pse është vrarë polici, me të vërtetë ky është një krim të cilin duhet ta luftojmë, edhe personat të tillë duhet të luftojmë me të vërtetë që ata nuk duhet me pas vend në këtë shoqëri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقيموا الصلاه.